More, si po ju duket që do me thënë, a është e drejt që po largohet Hermiona? Do me thënë, nga një anë duket është lodhur edhe ku ta di unë. Nga ana tjetër, të njëjtën gjë bëri dhe në Big Date, i thjesht shumë pak ditë edhe this is it. Pra, ju duk normale ose ju duket drejt që po largohet në këtë pikë të lojës? Tani, në këtë debatin, Hermiona vs kundër gjithë banorët e tjerë. Me kë jeni juve? Do me thënë, ka të drejtë Hermiona që i thot skutha e si duron dot, apo kanë banorët e tjerë të drejtë që thonë Hermiona s'ke ardhur nga Parisi, motër e dashur, që kështu chill out. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. Unë jo, po programi. Unë jo, po programi. Na të Viktorit Zoti, hajde, takojna. Allah në paq u thashëm na. Viktorit Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Të keqet kesh nevojë për lek, unë gjithmonë kam nevojë për lek. Të keqet kesh nevojë për lek, unë gjithmonë kam nevojë për lek. Ky mendoj se mund të ishte momenti më awkward dhe i çuditshëm, gjithashtu dhe i sikletshëm dhe i vështirë, i sikletshëm për Olën, sepse është momenti që i vjen vllai, tani dua të shoh çka ka ndodhur. Po mirë më, po si i bën dhe Zoti kështu ma sigur ka pjellë ose lala, shkoj sa i qënje e shëmtuar, shkoj çfarë surrati është e ka pikturuar i moralitetin, poshtërsinë si ata personazhet e filmave me spiun, personazhet e urryer të letërsisë botërore që janë para